apo rrjetet sociale të cilat ishte ajo? Do thoja ana gazmore. Zakonisht nuk është se mungon talenti, por mungon mundësia. Çfarë këshilla do ju jepi atyre që të arrijnë aty ku duan? Unë do t'i thoja që punoni fort, mbajini kokën lart, çfarëdo lloj pengese dhe sfide të keni, do ja dilni. Çfarë ka qenë eksperjenca jote më e bukur? Ka qenë kënga magjike vitit kaluar, me këngën Gjitha bërë te. Çfarë duhet të pranojë njëri pas të kërkojë një sukses? Duhet të kërkoj veten e vet. Pasur ndonjëherë dyshime që ndoshta kjo nuk është për mua. Nuk më ka ndodhur asnjëherë që të kisha dyshime që të vazhdoj diçka tjetër. Muzika për mua është jeta ime, është ajo që jam unë. Përshëndetje të gjithëve, mirë se erdhët në BU Podcast. Hej miq, përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në episodin e dytë të këtij podcasti ku gjithmonë fokusi qëndron tek rinia, suksesi dhe arritjet e tyre. E ftuara jon sot është Luna Çausholli, një artiste e re, dhe sot do flasim për karrierën e saj, artin dhe suksesin. Mirë se erdhe Luna. Mirë se u gjeta, është kënaqësi që jam këtu te podcasti juaj sot. Luna, për të gjithë ato që nuk të njohin, kush është Luna për te muzikës? Luna për te muzikës është, le të themi, një vajzë shumë solare, një vajzë shumë pozitive, do vetëm të mirën e tjetrit dhe e adhuron muzikën për te niveleve. Zakonisht njerëzit kur shohin artistë të rinj në televizione, thonë wow, si ka arritur dhe si ka ngjitur shkallë pas shkallë dhe është bërë pjesë e këtyre televizioneve dhe ekraneve që ne shohim në jetën e përditshme. Po, çfarë është diçka që ne të rinj, po edhe audienca nuk e di për një të ri artist i cili futet në këtë rrugë? Atëre, përveç talentit, që është shumë i rëndësishëm për çdo artist, është puna. Pa punë nuk arrihet asgjë. Puna mua më ka bërë që të kem një mindset shumë të hapur, shumë dinjitoz, shumë e këm në tokë dhe disiplinë. Nëse do i tregoj një anë tënde publikut që nuk e kam parë në performanca apo rrjetet sociale, cilat do ishte ajo? Do thoja ana gazmore, që nuk para kanë parë njerëzit, por që nëse do më njihnin nga afër, dhe kuptonin që Luna është shumë ndryshe nga sa që del në skenë. Zakonisht në skenat e mëdha, po edhe ato të vogla që janë pjesë përbërëse e fillimit të kuptimit të një artisti, ka suksese po ka dhe dyshtime. Si mendon nga ana jote personale, kush ka qenë më ndikues dhe më fitimprurës? Në pjesën e suksesit? Po, suksesi apo dyshtimi, kush ka ngritur më shumë që ka thënë, okay, tani do ecim më para? Kuptoj. Atëre, dështimi nuk do të quaja dështim në fakt, mund të quaja një gabim i vogël ndoshta. Ato mua më rrisin më shumë. Njerëz jemi dhe pa gabime neve nuk përparojmë dot, nuk mësojmë dot. Kështu që me gabimet që kam bërë, jam bërë akoma dhe më e mirë tash, akoma dhe më e fortë, akoma dhe më e përqendruar dhe më përgjegjësme. Faktikisht, kur njeri në Shqipëri thotë që dua të bëhem artist, zakonisht shikojmë më shumë dyshime në fillim se sa mbështetje. Si ka qenë për ty kjo? Si ka ndodhur, domethënë, të kanë shtyrë, të kanë mbështetur, apo ka pasur dhe dyshime në fillimet e tua? Mua më kanë mbështetur shumë. Familja e njerë kanë qenë suporti numër 1 dhe realisht pa ata nuk disha këtu ku jam sot. Unë kam patur dyshimet e mia në fillim, patjetër, se kisha frikë se nuk doja dilja, kisha frikë se mos kisha ndonjë gjë që doja dilja, por që në fundit puna dhe talenti më çoi përpara. Shumë interesante si ide, po na trego pak nga familja, si erdhi nga mami, nga babi, si u zbulua talenti, pjesa që ti bie dhe kitare gjithashtu. Po. Mua më mësoi babi kitarë. Edhe bukur që babi e ka mësuar në fakultet, babi është për mjekësi, ka marrë për mjekësi, edhe mësoi kitarën me shoqërinë e vet për të marrë zemrën mamit. Me serenata Korçare, se mami është nga Korça, babi është nga Shkodra. Edhe këtu pastaj lindi dhe dashuria e tyre, që ishte shumë e bukur, dhe unë në moshën 14 i thash babi që do ma mësosh kitarën se kam shumë qef. Babi ma mëson kitarën. Edhe i thot mami që po lëre gocën bëjmë mësime, ç'është kjo kitar tani? I tha babi, më mirë me kitar se me celular. Okej, e drejt. Ju mbush mendja mamit. Mbas pak kohësh, një 3-4 muaj se ja mora dorën kitarës, fillova të këndoja, po këndoja me veten time, nuk është se po këndoja për tjerët, thjesht për kënaqësinë time. Vjen mami ke dhoma, se çfarë po bënte një gjë, nuk e di, po rregullonte diçka, siç e sigurt.
Dhe vjen më dëgjon mua, ngeli. Luna ngri zërin tha, ngri zërin unë. Ikën me vrap te babi, i thot Ardit çose po këndon goca. Vin të dy, më dëgjojnë, shohin njëri tjetrin dhe nga aty lindi gjithë talenti. Në familjen tënde është dikush tjetër që këndon apo thjesht Në fakt të gjithë këndojnë tek shtëpia ime, te familja ime, por edhe në fisin tim. Nga ana e mamit kam muzikant. Unë dua të flas pak për pjesën e shqiptarëve dhe të rinj që zakonisht nuk është se mungon talenti, por mungon mundësia. Çfarë këshilla do ju jepi atyre që të arrijnë aty ku duan? Shumë pyetje bukur kjo, të përgëzoj. Unë do t'i thoja që punoni fort, mbajini kokën lart, çfarëdo lloj pengese dhe sfide të keni, do ja dilni. Kështu që si unë tani që po punoj fort për një të ardhme më të mirë dhe për punën që dua të vazhdoj, se përveçse punë është dhe pasion, dua që të gjitha ndjekin ëndrrën e tyre dhe të punojnë fort. E ku ka më mirë që t'jetë një ere që jep një mesazh të tillë edhe në këto kohë që po kalojmë. Unë faktikisht dua të ndalem pak edhe te pjesa. Ke pasur ndonjëherë dyshime që, ndoshta kjo nuk është për mua, duhet të shikoj një drejtim tjetër, ndoshta kjo duhet të jetë, sepse gjithmonë ka këto pasigurira gjatë rrugës. Ka ndodhur ndonjëherë? Në fakt, nuk më ka ndodhur asnjëherë që të kisha dyshime që të vazhdoj diçka tjetër. Muzika për mua është jeta ime, është ajo që jam unë. Por që ka patur raste që nëpër festivale mund të kem bërë diçka gabim, mund mos të kem kënduar mirë. Edhe aty pastaj thjesht demoralizohesha pak, po që pastaj kisha mamin, mbështetjen më të madhe që më ngrinte lart, me kokën lart, tha që Luna ti do bësh shumë mirë tjetër, puno fort, se puna është shumë e rëndësishme. Sadoherë që ta kem thënë tani është vërtet shumë e rëndësishme. Por që mami ka qenë mbështetje shumë e madhe, patjetër dhe babi, po mami në pjesën se dhe mami e njeh artin shumë mirë. Më ka ndihmuar të ngrihem, të jem me këmbë në tokë dhe të kem vetë besim të lartë. Shiko, do të pyesja pak te kjo pjesa e punës, se the që kërkon shumë punë dhe me të vërtetë suksesi kërkon punë. Po përveç kësaj kohës besoj që ka qenë një ndër sakrifica më të mëdha, çfarë ka qenë diçka tjetër që me të vërtetë ka shënuar si sakrificë madhe për të arritur sukses? Sakrificë e madhe. Tash për momentin se kam kaluar një sakrificë të madhe. Por që le të themi unë marr shumë kohë për të kënduar, për të bërë vokalica, për kitarën. Do të thonë me kitarën unë në ditë praktikojmë 2-3 orë. Mbas kitarës praktikojmë me zërin, 2-3 orë dhe zëri. Kështu që llogariteni vet diku te 6 orë çdo ditë. Çdo ditë. Punë kolosale. Plus edhe shkolla që bën të vetën. Angazhimet nga të gjitha anët. Përmendë faktin për pjesën e festivalit këngës, ke marrë pjesë te Kënga Magjike dhe te X Factor, që nga njëri nga shtëpia këto do duken si ëndra. Si ke përjetuar, se unë faktikisht unë jam njohur me ty në X Factor dhe më ke pëlqyer shumë. Si e ndjer kur merr pjesë në për festivale apo si është ajo ndjesia në skenë, do thoja? Është fikse ajo ndjesia kur je një fëmijë i vogël që shef këto festivale dhe thjesht ndron ti je atje. Për mua kanë qenë ëndra që realisht nuk mendoja që do t'i realizoja ndonjëherë. Po ja ku jemi. Akoma s'm besohet. Po këto festivale, përveç se janë festivale që të kënaqin shpirtin, mua më kanë bërë një person me shumë eksperiencë. Më kanë dhënë eksperiencë, më kanë dhënë kënaqësi të madhe dhe jam shumë e përgjegjshme tani. Të qëndrojmë pak te kjo kënaqësia e shpirtit, se më pëlqeu shumë si tok fjalësh, do të pyesja, kur bësh pjesë e këtyre skenave të mëdha, a ke frikë se mos gabon, mos diçka nuk shon siç duhet? Patjetër, unë kam gjithmonë në mendje ato gjëra. Po përpiqem ti heq si mendime, se ndonjëherë këto mendime negative të ndalojnë, nuk ngec dhe nuk këndon mirë ose nuk këndon dot fare, domethënë thjesht bllokohesh. Kështu që është mirë që thjesht jesh i lirë, të marrësh frymthell dhe ti thua vetes që do ja dalësh. A është vërtet që janë ato emocionet e para sa po hyn skenë dhe pastaj gjithçka shuhet edhe kjo është vërtet, po. Me vërtet? Po. Unë kam shumë frikë nga skadën, ajo është pak. Besoj shumë vërtet, veç të dalësh, le të themi 1 minutë pak sekonda. Vetëm aq do kesh emocione, më vonë të shuhen emocionet dhe thjesht je për kënaqësi.
Po për shembull, e zën jeni në një sken, fillon këndon mirë dhe pastaj diçka nuk shkon siç duhet. Si ndihesh domethënë? Këtu pastaj ose është mungesa e punës, ose janë probleme Probleme teknike, teknike. Që po. shumicën e kohës un kam patur probleme teknike, gjë që realisht janë gjëra që ndodhin, po Pse të ndodhi mua? pse të ndodhin mua? Këto probleme teknike janë gjëra që ndodhin. Unë përpiqem shumë të kur bëj prova, unë vendos kufjet dhe unë heq zërin tim. Do të thënë kur këndoj në mikrofon, heq zërin tim që të mos dëgjoj veten dhe ta kem instinktive kur të këndoj. Këtë provë bëj çdo ditë, është shumë e vështirë, ndonjëherë mikën truri kur e bëj, se kur zgjon veten nuk ke si e bën, kështu që duhet të jesh, domethënë duhet ta këndosh në mënyrë instinktive dhe ta ndjesh brenda shpirtit tënd zërin. Po ndonjëherë ka rastisur që të jesh e lodhur në sken, për shembull në një qendje emocionale jo shumë të lumtur. Se dhe kjo është e rëndësishme. Është shumë e rëndësishme. Në fakt, tek kënga magjike e vitit kaluar, kam bra shumë prova, domethënë provat në sken para se fillonte shfaqja. Po nuk isha në top form, nuk isha në formën time më të mirë. Edhe shkoja në shtëpi dhe mërzitesha shumë, përpiqesha të punoja më fort. Po edhe kur sforcohesh nuk është mirë. Zakonisht thonë kur bën shumë prova nuk del ai rezultati. Ndonjëherë nuk del, po. kjo është e vërtet. Dhe më pas vjen nata e parë që unë këndoj tek gjysmë finalja. Aty e kisha me shumë frikë, kisha me shumë stres. Këndoj, edhe kur shoh veten në telefon, kisha kënduar më mirë se çdo herë tjetër. Me çfarë fjalë do të pyes se si është shohësh veten domethënë pas çdo spektakli? E bën këtë gjë shpeshherë? Nuk është se shoh veten, po dëgjoj veten a kam kënduar mirë apo jo. Nuk para dëshirit ta shikoj, se gjatë në mund dola aty, pak a shumë edhe mund të imagjinoj se kam dalë, po shumicën e kohës dëgjoj si kam kënduar. Do të ndalim pak te eksperjenca X Factorit. Si ka Patjetër. shënë për ty? Se aty realisht u njoh edhe publiku për herë të parë, besoj. Po. Si u ndjeve, si ishin emocionet e para? Atëherë, X Factory për mua ka qenë një nga eksperiencat më të bukura, që nga vocal coachi Land Academy dhe Lhajda Dani, deri tek shoqëria me konkurrentët e X Factorit. Aty kam kaluar shumë bukur, kanë qenë e bukur është që aty ishte shumë e rrept, shumë strikte çdo gjë, po ato i duhet një artisti, i duhet regjim, duhet të mësohet me disiplinë. Dhe rrinim aty nga ora, le të themi 10 mëngjesit deri në orën 11 natës, 12, domethënë ishim konstant atje, duke bërë prova vetëm për një këngë. Si një familje e dytë. Po, Duhet fix. dirë që dhe ishte edhe sezon shkolle. Sezon shkolle, po, kjo është shumë e vërtetë, shuqur s'ngela. Ti ke arritur deri në netët finale, Po, deri te netët finale live. kështu që është një punë me të vërtet shumë e madhe. Normalisht kur shkon deri në netët finale u mërzite kur u eliminove, mendon se ishte pak e padrejtë. Tashi, unë nuk do flas as për drejtësi as për padrejtësi, se e dim deri diku se si funksionon, por gjithsesi ato lot nuk ishin lot që u skualifikova, po ishin lot që nuk do isha më pjesë me shoqërinë, nuk do isha më pjesë e provave. Se ato prova realisht unë prej provave shkoja atje, se unë Knaqe, provoja veten, shikoja ku arrija, çfarë nota shkapja, çfarë notash nuk kapja dhe domethënë thjesht punoja, dhe ajo puna sikur kur shkputesh nga ajo, sikur thjesht humbet komplet. Kështu që për mua thjesht kanë qenë lot malli më shumë, edhe gëzimi, po jo lot skualifikimi. Unë dola me kokën lart, me dinjitet dhe vazhdova përpara. Mendon se 3 finalistët që dolën ishin më të mirët nga të gjithë kasti? Po. Okej. Kjo është për ta Admiruar që po ato ishin, sepse mund të kishte edhe mendime të tjera. Jo, patjetër, unë jam e drejtë, jam për mendimin tim nuk dua që të them jo kjo kështu, jo kjo ashtu, nuk do të jem e drejtë, do të jem shumë e sinqertë. Të gjitha pyetjet që ne bëjmë fokusohen pikërisht tek ajo që rinia mendon dhe na pëlqen shumë që të kuptojmë se si është me të vërtetë bota e një të riu. Dhe për sa folëm për suksesin, unë doja të dija, është më e vështirë për shembull ta arrish suksesin apo ta mbash atë për një kohë të gjatë. Ta arrish apo ta mbash? Dilema e madhe Hamletit. Ta arrish apo ta mbash? Më e vështirë në fakt është janë të dyja kur e mendon. Ta arrish është pak më e vështirë për momentin, domethënë në
in my shoes, po do shikojmë se as vetë nuk e di përgjigjen, se akoma nuk e kam kaluar atë lloj faze. Po eksperiencat e tjera për ty. Cila ka qenë pasi të flatur për eksperiencat, cila ka qenë eksperienca jote më e bukur? Sikur edhe në një videoklip që ke marrë pjesë apo edhe në festivale që ke marrë pjesë. Atëherë, ka qenë kënga magjike vitit kaluar me këngën Drita brenda teje dhe ka qenë videoklipi që kam bërë me Martin Panon me këngën Zemër Labirint. Po, e kam parë, e kam dëgjuar. Unë kam një pyetje shumë interesante. Çfarë do të thojë një të riu që do të bëhet pjesë e një audiencë të madhe, por jo të ndryshoj veten, të jetë pikërisht mbi ju? Atëherë, që të arri, duhet të marr pjesë në sa më shumë kompeticione, të sfidoj veten rreth të parë. Kështu e bëra vetë. Të ketë një CV të pasur. Si? Të ketë një CV të pasur, Po. të ketë një background. Kjo është e vërtetë. Të bëj sa më shumë covera, të kompozoj sa më shumë në CD, të shkruaj sa më shumë, t'i postoj në rrjetet sociale, në për çfarë do lloj vendi, thjesht që të shihet. Dhe derisa të arrijë një farë populariteti, të marr pjesë në festivale, sa më shumë, në sa më shumë kompeticione. Sepse ato kompeticione jo vetëm shërbejnë për promovim, por shërbejnë si experience, shërbejnë për gjën kryesore që i duhet një artiste. Unë do thoya, çfarë dohet të ndryshoj në mentalitetin e shqiptarëve kur thonë për shembull unë dua të bëj diçka të madhe dhe nuk besojnë. Tani kaluam në aspektin shqiptar. Këtu me thënë të drejtën, më duhet mendojmë pak për këtë. Në fakt, njerëzit, shqiptarët nuk duhet të jenë aq gjykues. Duhet të shohin pak jetën e tyre, punët e tyre. Është pak shumë e çuditshme, duke pasur edhe që jam e përfshirë vetë në botën e artit, pasi mami im është artiste, e shoh shumë të tendencën që nuk i mbështesin artistët. Sepse jashtëtit artistët janë një ndër ato më të besueshmi, më të dashur. Jashtëtit të vinë të puthin duar se i artist. Po, Tu të thuar se i artist, thonë, do bësh hajër njetë. Do këtu do pyesja, në fakt, vendi ku rritesh, a ndikon në ëndrat e një personi apo bën atë më të këmbgulës? Absolutisht. Kjo është Ndikon shumë. Por nëse një person të jetë këmbgulës për ëndrrën e tij, ai ja del më së miri. Shikush mesazh shumë i rëndësishëm, edhe duhet ta mbajmë mendje të gjithë si rini. Ilja, na trego diçka. Çfarë mund të... Unë mendoj që artistët si Luna duhet shtohen, që kanë që e kanë pasion këtë punë dhe gjithmonë punojnë për talentin e tyre, punojnë që ta arrijnë në karrierë. Dhe mendoj që kjo që bën është shumë e bukur. Është vërtet shumë e përgëzoj bukur. se jo të gjithë kanë kurajen që të dalin aty dhe nëse kanë talent, njoh shumë miq të mi që kanë talent për muzikë ose kanë talent për aktrim dhe kanë atë e paragjykojnë veten dhe thonë jo, unë nuk mundem. S'duhet ta paragjykoni veten, vazhdoni jeni vetja edhe vazhdoni përpara. Tani ne duam të bëjmë disa pyetje që lidhen direkt me të rinjt. Jemi. Çfarë duhet të pranojë njëri para se të kërkojë një sukses? Çfarë duhet të? Çfarë duhet të kërkojë njëri para se të kërkojë sukses? Duhet të kërkoj veten e vet në mënyrat më pozitive edhe ato negative dhe të punoj fort. Durimi, një aspekt shumë i rëndësishëm, çfarë të ka mësuar gjatë rrugës? I duruar i fituar është shpreha. Shkurt fare. Shkurt fare. Çfarë duhet të kërkojë njëri para se të kërkojë famë? Çfarë duhet të kërkoj një njeri para se të kërkoj famë? O, sa pyetje të bukura më ku i gjeni këto? Çfarë do të kërkoj një njeri para se të kërkoj famë? Një njeri duhet të kërkoj suportin e familjes në të parë, se nuk duhet vetëm fama, nuk është vetëm fama, ja, është më shumë se sa fama. Po publiku është ai që të çon përpara. Po, është vërtet. Unë do të pyesja, nëse do jepi një mesazh një djalë apo një vajze të re që është duke na parë
përpara se të nisi të bëhet publik për audiencën, cili do të ishte? Mesazhi. Mesazhi. Mos u ndiko nga fjalët e tjerëve. Duhet punosh fort, edhe pse e tham shumë herë këtë fjalë. Por realisht është shumë e vërtetë. Në çdo drejtim që do të marrësh në jetë, sikur të jetë financë, mjekësi, duhet të punosh fort. Edhe nëse është ky aspekti që duhet të njohësh njerëz realisht, por nuk pate atë punën, atë regjimin, disiplinën nuk arrihet. Domethënë mund të shkosh deri diku, po jo. Duhet punosh që do të shohë dikush, duhet të postosh që do të shohë dikush, duhet të jesh sa më i qetë me veten dhe sa më mirë me veten që të dalësh. Lidhur pak me këtë pyetje, unë kisha diçka në mendje. Se unë të rinjt janë shumë fokusuar pas komenteve, lexojnë çdo gjë. Si e parti nga ana jote këtë gjë? Edhe nuk unë për veten time nuk lexoj komentet fare. Nuk është ndikim më vete ajo. Edhe të rinjt e sotëm disiplina që duhet të kesh për të mos lexuar komentet është e frikshme. Unë nuk mundem. Edhe sikur nuk janë komentet e mia fare, të mamit tim, unë do fillem të lexoj gjitha një për një. Unë nuk i lexoj. Sepse nuk do të ndikohem. Se unë jam një person që ndikohem pak lehtë me këto gjëra, se jam shumë sensitive si person. Dhe nuk dua të ndikohem nga komente. Edhe mund të jenë komente shumë të mira, por ato komente të mira mund të lexojnë prindrit. Komentet e tjera nuk i shoh. Më mirë të sakrifikosh kohën e lirë për ëndrrën tënde apo të jetosh një jetë pa presion? Besoj që të gjitha këto që folëm. Shiko, të dyja janë shumë të rëndësishme. Unë kam dëshirë të balancoj jetën e përditshme me jetën e punës. Gjithmonë, dua t'i balancoj bashkë. Por nëse do zgjidhja njëra nga këto është sakrifica për punën. Sakrifica për ëndrrën time. Kjo është shumë e bukur. Nëse do mundeshe të na këndoje diçka të vogël nga projekti yt më i fundit. Nga kënga Martinin. Po, mua më ka pëlqyer shumë. Vërtet? A mendon ti për mua si mendoj unë për ty, pse më bën ti të vuaj kur s'të kam. A mendon ti për mua si mendoj unë për ty, ti më the do të dua për gjithmonë. Bravo, për slovën ke një zë fantastik. Vetëm kur djeva kisha dhe mi që ishin në ritmin e zërit. Gjëna shumë faleminderit që ishe sot me ne. Faleminderit juve, ishte shumë kënaqësi, jeni shumë të mirë, vazhdoni përpara. Dhe mesazhet që për të rinj që duan të vazhdojnë për të njëjtën drejtim që do të vazhdosh edhe ti është fantastike. Faleminderit që ishte sot me ne. Faleminderit juve, jeni shumë të mirë. Mesia ishte komplet e jona edhe shumë të lumtur që ishe pjesë e podcastit për ju. Ndërkohë për gjithë ata që i ka pëlqyer ky episod, një episod i mirë do ndahet gjithmonë me miq të mirë, mos harroni të bëni like, subscribe dhe shihemi së shpejti. Dhe mos harroni të jeni autentik.